Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Ç'kemi miq? Jam një burr 44 vjeç, por fundja që rëndësi ka mosha në këto raste. Rëndësi ka që djali im 22 vjeç kishte zënë një shoqe pak më të madhe se vetja. Ajo ishte 26 vjeçe. Ai filloi të shoqërohej me te shumë shpesh. Unë nuk i kisha parë bashkë në fillim, por ma thanë shokët e mi që i kishin parë lart e poshtë nëpër lokale, e njihnin si ftyrën e qytetat gocën. Kur erdhi në shtëpi, e pyeta djalin se çfarë kishte me atë vajzë. Ai mblodhi supet dhe më tha që e kishte thjesht shoqe. Po shte duhen shoqet kështu, i thosha unë. Shih për ndonjë gjë më shumë se thjesht shoqe, sepse këto lidhjet pa emër vetëm të harxojnë kohën kot. Por ai vazhdonte atë tijen. Më thoshte se ishte muhabet i mirë dhe se kalonte kohën me te. Pas pak kohësh, mora vesh që djali po harxonte goxha lek pas saj. E kisha vënë re sepse filloi të më kërkonte para më shpesh se zakonisht. Fatmirësisht, lekët nuk më kanë munguar asnjëherë. Kam punuar shumë, e kam bizneset e mia dhe kur nuk më dhimbsen për djalin tim. Problemi nuk ishte tek parat. Unë thjesht nuk doja që ajo vajzë ta shfryzonte djalin tim. Nuk doja as t'ja humbiste kohën kot, vetëm për t'i zhvatur portofolin dhe për t'u tallur me te në fund. E kulmi arriti kur ata shkuan në pushime bashk, e ky ja kishte paguar të gjitha shpenzimet nga hoteli e deri tek darkat e shtrenjta. Kur u kthye thash me vete, i lumb djalit, e shkova ta pyesja drejt për drejt. Hej, thash, si shkoj puna me atë shoqen, a ja kaluat mirë? Ajo ul në koltok, por ishte i heshtur. Po ku di unë, më tha, kemi ndenjur në dhomat e ndara. Ore, me të vërtet, i thash unë, ti as nuk e ke puthur fare? As e kam prekur kur me dorë, më tha ai. E po ndahun nga ajo që sot, i thash unë. Ajo të mban afër vetëm për lek, sepse me duket se ti nuk i intereson fare. S'kam çfarë ndahem, tha djali. Sa po u kthyem nga pushimet, ka një 4-5 ditë që s'me lajmërohet fare në telefon. Ajo me merr vetëm kur do ndonjë dhuratë apo kur i duhet t'i paguaj diçka. Edhe tani po bën të njëjtën gjë, më tha djali. A shpenzove shumë pas saj, e pyeta unë. Po si jo, tha ai. S'ke çfarë bën, i thash, lere me kaq. E rëndësishme është ta kesh kuptuar dhe të mos i shkosh me mbrapa. E kam lënë fare këtë punë, më tha djali, të jap fjalën për këtë gjë. Sado që i thash ta harronte, mua më mbeti pik. E shihja djalin tim që kjo gjendje e kishte lënduar pak. E kuptonte edhe ai që ishte i përdorur, por ishte shumë i ri për t'ja kthyer reston. Por unë nuk pranoja dot që dikush të luante ashtu me ndjenjat e djalit tim, e as të më harxonte parat. E doja t'ja nxirrja ato lek për hundësh, në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Nëse djali nuk kishte ditur si të sillej, unë jam ujk i vjetër në këtë punë. E vajza ishte e qytetit tonë. E dija që herët avon do ballafaqohesha diku me te. Nuk kaloi shumë kohë, po thuaj se ishte mëngjes një ditë, e po pija kafen time në një lokal në qendër. E aty e pash atë,
ishte e ulur tek një tavolinë bashkë me një vajzë tjetër, e bisedonin e qeshnin, e dukej sikur ishin shoqe mes vete. Pa mbaruar kafen, unë ngrita shkova tek tavolina atyre. "Ç'kemi?" I thash, "besoj që me nje." Ajo ngriti kokën, me pa me një lloj mos kokçarje dhe me tha, "Jo, s'te kam parë asnjëherë." Nuk e dinte fare kush isha. Djali, siç duke si ka treguar kur ndonjë foto timen. E thash me vete, me mirë që nuk me nje. "Te kam parë disa herë lart e poshtë dhe desha të qerasja me një drek nëse ke kohë sot," I thash asaj. Ajo ktheu kokën nga shoqja asaj dhe u qesh. "Po mirë," me tha ajo, "po pse këtu? Shkojmë në një vend më të mirë." "Eja," I thash. Dolëm nga lokali bashk. Unë kisha parkuar furistradën time pak metra me tutje. Kam një Mercedes GLS. Kur shkuam, I hapa derën, ajo hipi brenda. E sapo u rehatua në sedilje dhe shikon të makinën time, e ndryshoj tërësisht qëndrimin. U bë shumë me sjellshme. "Pas ke makinë goxhat e mirë," me tha ajo. "Po ku ke qenë ti me përpara?" me thoshte. Unë vura rripin e sigurimit, ndeza makinën e nuk fola. E shikova një herë me buzën e gaz, e u nisa drejt një restorani atje. E zgjodha një restorant I njohur, por s'dua t'ja përmend emrin. U ulëm në një tavolinë jashtë. E kur erdhi kamarieri, ajo porositi me zhviçi dhe pjatat e tjera, pa vrar mendjen për çmimet. Unë porosita vetëm një peshk dhe kaq. Gjatë drekës, ajo vetëm fliste. Me tregonte se ku kishte qenë, e çfarë I pëlqente të blinte, e me pak fjalë, po me tregonte që bënte një jetë të shtrenjtë, por se dinte që ajo të gjitha këto I kishte bërë me lekët e mia. Mua me mjaftonte ta dëgjoja për të kuptuar tamam llojin e saj. Një njeri që nuk donte asgjë tjetër veç se rehatis pa u lodhur vet. Paguova gjithçka që kërkonte, pije pas pije, e njëkohësisht plani im në kokë po merrte formë. Pas ushqimit, e pash dhe I thash: "Po tani si doja bëjmë? Ti djegim këto kalori që morem, apo do shkojmë për vrap?" E ajo qeshi. "Vendos ti," me tha. Unë gritem dhe hipem prap në makinë. Fola shumë pak gjatë rrugës. Unë po vozisja pa një destinacion të caktuar në dukje, por e dija shumë mirë se ku po shkoja. Ajo rinte në sedilje dhe shihja që as ajo s'dinte nga t'ja mbante. Filloj të shikonte nga xhami, sepse dolem në një zonë tjetër. E unë ktheva timonin në një rrugic dhe fap parkova para një shtëpie të vjetër që nuk kishte njeri aty. Portën e kishte të mbyllur me një drytë të ndryshkur. Fika makinën e aty nuk qarkullonte askush. U ktheva nga ajo dhe ju ofrova. E putha me një herë në buzë, e ishte një puthje pas një lloj paralajmërimin nga unë. Kur e shkëputa puthjen, ajo me pyeti: "E pse këtu po me puthen?" I thash: "Një herë këtu, e pastaj shkojmë ku të duash." E kapa përsëri e u puthem disa herë të tjera brenda në makinë. Pasi I mbaruan puthjet, ajo hodhi syt tek ajo shtëpi e vjetër. "Eja futemi tek kjo shtëpi," me tha ajo. Zbritëm të dy nga makina, shkuam tek porta, e me qenë se dryni nuk hapej, e ka përcyen portën e rrethimit e u futëm brenda në obor. Shtëpia kishte një palë shkallë betonin nga jashtë, e poshtë atyre shkallëve kishte një hapësirë, ishte si një lloj magazine e hapur, e aty brenda kishte një tavolinë.
Shkuam aty. Ajo mbështet tek tavolina, e unë ju ofrova plotësisht aty dhe filluam të putheshim prap. Ajo me lëdhatonte me duar, me lëdhatonte faqet, mi hidhte duart pas shpine, ndërsa unë, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.